Kandidati për deputet i Shkodrës Bars Pahia zhvilloi një takim në Bërdic, ku njoh nga afër me shqetësimet e qytetarëve që ishin mungesa e certifikatave të pronësisë, problemet e furnizimit me energji elektrike, shpronësimet, shpopullimi e të tjera. Ka mësues të në Bërdic me një nxënës. Janë bashku klasët, nuk bëhet mësim i rregullt, pra duhet të vëmë dorën të arsimi. Me mobilizu njerëzit, me shkuat ditë, mos rrinë diferencë, kështu në kontakt me njerëz shumë kush i kam në java që me shku njësej janë. Jo, s'janë njësej, nuk janë njësej. Në jena, tash jena në pension, po kena kanë edhe në punë dhe kena pas se çfarë rritjesh pagash. Si ashtë muajt fjala ata 2 mandate që qeverisi PD-ja, 2005, 2012-13. Vetëm kopshti i kryeministit kushton 5 milion euro. Një kopsht, që ka bënë si kopshti e Denit, ndërkohë që shtrunshi që e theksuat në fshatë më të madh të Bashkisë Shkodër, është akoma pa ujë të pishëm. Gjatë takimit Pahia kërkoi që më 11 maj të ndëshkohet me votë qeveria simboli krimit, korrupsionit dhe abuzimit të pushtetit, referuar socialistëve që drejtohen nga Edi Rama. Çështjet e pronësisë janë çështje thelbësore dhe problematika që me të cilat hasen vazhdimisht banorët e kësaj zone, pa fol pastaj edhe për çështje të infrastrukturës apo çështje shpronësimesh për ndërhyrje të infrastrukturës së shtetit e tjerë, ku ka pas një vëmendje krejtësisht inekzistente prej qeverisë qendrore dhe shumë pak gjatë këtyre 2 viteve prej qeverisjes lokale. Është një mision kombëtar largimi i kësaj qeverie. Sot e shihni, nuk kanë absolutisht asnjë alternativë, nuk kanë asnjë ofertë, përveç tallavas nga njëna anë edhe talljeve skandaloze. Me 11 maj, alternative vetme për të ardhmen e tyne, për tashmen dhe për të ardhmen e tyne, metet Partia Demokratike. Numri 1. Teksas Pahia prezentoi programin e opozitës, banorët e pranishëm në takim e mbështetën atë.